një baba beqar jeton një rutinë të qetë, i fokusuar në kujdesin ndaj vajzës së tij. Një agim, një grua shfaqet në derën e tij duke kërkuar ndihmë të dëshpëruar. Kur e pranon, ai përballet me një realitet që ndryshon rrjedhën e jetës së tyre. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. 3 e mëngjesit. Zhurma e trokitjeve të shpejta jehoi në agimin e heshtur të lagjes punëtore, duke zgjuar Markon nga një gjumë i thellë. Ai ngrihet ngadalë, ende i përgjumur, duke u përpjekur të mos bëjë zhurmë për të mos zgjuar Anën, vajzën e tij 8 vjeçare që flinte në dhomën ngjitur. Zhurma e trokitjeve bëhet më urgjente, më e dëshpëruar. Marko shkon te dritarja e dhomës së ndenjes dhe vështron përmes perdes së zbehë. Një figurë femërore qëndron para derës së tij, e përkulur mbi vete, sikur mbante një peshk të padukshme në shpatulla. Drita e dobët e shtyllës së rrugës zbulon rroba të rrudhura dhe një qëndrim që ulërin dëshpërim. Kush mund të jetë në këtë orë, murmurit me vete, duke kaluar dorën nëpër flokët e tij të errët dhe të çrregull. Si pastrues në bashki, Marko është mësuar të ngrihet herët, por 3 e mëngjesit është shumë herët edhe për standardet e tij. Ka diçka në këmbënguljen e atyre trokitjeve që e bën të hezitojë. Nuk është hera e parë që dikush troket në derën e tij duke kërkuar ndihmë, por kur në këtë orë. Ai afrohet te dera, por nuk e hap menjëherë. 5 vjet jetë si baba i vetëm e kishin mësuar të ishte i kujdesshëm. Që kur gruaja e tij, Rosa, u nda nga jeta në një aksident me makinë, ai dhe Ana kishin ndërtuar një rutinë të thjeshtë dhe të sigurt. Punë, shkollë, petulla të dielave dhe filma vizatimor. Një jetë e zakonshme, por plot dashuri dhe kujdes reciprok. Ju lutem, një zë femëror depërtonte në dru të derës, i mbushur me urgjencë dhe frikë. Kam nevojë për ndihmë. Pash ngjitsen në kamionin tuaj. Marko rudhi vetullat. Ngjitsja. Ai e kishte ngjitur atë ngjitse mbështetëse për viktimat e dhunës në familje në pjesën e pasme të kamionçinës së tij të vjetër 3 vjet më parë, në nderim të Rozës, e cila gjithmonë thoshte se duhej të ndihmonin ata që ishin në situatë të cenueshme. Ngjitsja ishte zbehur me kohën, por ende ishte e dukshme. Baba, zëri i butë i Anës jehoi në korridor. Çfarë po ndodh? Marko kthehet për të gjetur vajzën e tij me pijame roz, duke fërkuar sytë e përgjumur. Flokët e saj kafe ishin të çrregullt dhe ajo mbante arushin e saj të vjetër prej pelushi ngjitur me gjoks. Ka dikush në derë, e dashur, ai përshpërit duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e syve të saj. Ktheu në dhomë, të lutem. Ana e vështronte me atë seriozitet që ndonjëherë e befasonte Markon. Për një fëmijë 8 vjeçar, ajo tregonte një pjekuri që e bënte njëkohësisht krenar dhe të shqetësuar. Ndoshta ishte rezultati humbjes së nënës kaq herët dhe i jetesës vetëm me të që atëherë. Baba, ajo thot me zë të ulët duke i prekur dorën. Çfarë do të bënte mami? Pyetja e godet Markon si një grusht në stomak. Rosa gjithmonë thoshte të njëjtën gjë kur përballeshin me dikë që kishte nevojë për ndihmë, ne ndihmojmë të tjerët, Marko. Kjo është ajo që na bën njerëz. Ishte mantra e saj, filozofia e saj e jetës. Ajo kur nuk hezitonte të shtrinte dorën ndaj kujtoj që kishte nevojë. Trokitjet bëhen më të dobëta, sikur personi në anën tjetër po humbte forcat. Marko ndjen gjoksin t'i shtrëngohet. Ai e di se Rosa kur nuk do ta falte nëse ai do t'i kthente shpinën dikujt në dëshpërim, veçanërisht një gruaje që ishte qartazi në rrezik. Ktheu në dhomë, Ana, ai përsërit, por tani zëri i tij mbarte vendosmëri. Baba do të ndihmoj. Ana buzëqesh, një buzëqeshje e vogël por plot miratim, dhe kthehet në korridor. Marko e vështron derisa ajo zhduket në errësirën e dhomës, pastaj kthehet nga dera. Ai zhbllokon bravën ngadalë, duke mbajtur zinxhirin e sigurisë në vend. Hap vetëm një çarje, aq sa për të parë fytyrën e gruas në anën tjetër. Ajo që sheh e lë pa fjalë. Fytyra e saj ishte e shënuar nga mavjosje vjollës që tashmë kishin filluar të zverdheshin në anët, duke treguar se ishin bërë disa ditë më parë. Kishte një prerje të thatë në buzën e poshtme dhe një tjetër në ballë. Rrobat e saj, që një ditë duhet të kishin qenë elegante, ishin të rrudhura dhe të njollosura. Por ishin sytë e saj që i tërhiqnin më shumë vëmendjen Markos, jeshil, që shkëlqenin nga lotët e paderdhur, por të mbushur me një vendosmëri të egër që kontrastonte me pamjen e saj të brishtë. Ju lutem, ajo përsërit, dhe tani Marko mund të shihte se sa i dridhej zëri. Nuk kam ku të shkoj.
pash ngjitsen në kamionin tuaj dhe mendova se ndoshta ju do të më kuptonin. Marko heziton vetëm për një sekondë. I gjithë instinkti I tij mbrojtës I bërtiste që ta mbante derën mbyllur, të mbronte shenjtëroren që kishte ndërtuar për anën. Por imazhi I Rozës shfaqet në mendjen e tij duke buzëqeshur me atë mënyrë të ngrohtë që kishte, duke thënë se gjithmonë kishte vend për një person më shumë në tryezë. Ai heq zinxhirin dhe e hap derën plotësisht. Hyni, thot ai thjesht. Gruaja pengohet pak kur kalon pragun, sikur këmbët tij ishin të dobëta. Marko instinktivisht shtrin krahun për ta mbështetur dhe ajo pranon mbështetjen me një pëshpëritje falënderimi. Faleminderit, ajo murmurit dhe Marko vëren se ka edukat në zërin e saj, një finesë që kontraston me pamjen e saj aktuale. Nuk di si t'ju falenderoj. Nuk ka nevojë të falenderoni ende, Marko përgjigjet duke mbyllur derën dhe duke e kyçur përsëri. Ulu në divan. Do të marr pak ujë. Ai e udhëzon atë në dhomën e vogël të ndenjes, ku një divan I zbet blu dominonte hapësirën së bashku me një televizor të vjetër dhe një raft plot me libra për fëmijë dhe vizatime të anës. Gruaja ulet në cep të divanit, sikur të kishte frikë të vendosej plotësisht. Marko shkon në kuzhinë dhe mbush një gotë me ujë të filtruar. Duart I dridhen lehtë, jo nga frika, por nga adrenalina e marrjes së një vendimi kaq impulsiv. Ai nuk e njeh këtë grua, nuk e di nga erdhi apo çfarë problemi e solli në derën e tij. Por diçka në brishtësinë e saj, e fshehur pas atij qëndrimi të vendosur, preku një tel të ndjeshëm në zemrën e tij. Kur kthehet në dhomë, gruaja po shikon përreth me kureshtje respektuese. Sytë e saj ndalojnë te vizatimet e anës të ngjitura në mur, figura shkopi me ngjyra që e përfaqësonin atë, Markon dhe, gjithmonë e pranishme, një figurë të tretë femërore që ana këmbëngulte ta përfshinte në të gjitha vizatimet e saj. Ke një vajzë, ajo vëren, nuk është pyetje. Ana. 8 vjeç, Marko konfirmon duke I dhënë gotën. Ajo po fle. Gruaja pi ujin ngadalë, sikur shijonte çdo gëllënjë. Më falni që u shfaqem kështu në mes të natës. Nuk kisha ku të shkoja tjetër. Marko ulet në koltukun përballë divanit duke mbajtur një distancë respektuese. Si quheni? Helena, ajo përgjigjet pas një pauze. Helena Mullici. Emri I tingëllon I njohur Markos, por ai nuk arrin ta lokalizoj ku e ka dëgjuar më parë. Ndoshta në ndonjë gazet apo lajm. Ka diçka te Helena që sugjeron se ajo nuk I përkiste asaj lagjeje punëtore, diçka në mënyrën si ulet, edhe pse e lënduar dhe e frikësuar, që tregon një jetë shumë të ndryshme nga e tij. Çfarë të ndodhi, Helena? Ajo ul syt te gota bosh në duart e saj. Është një histori e gjatë. Kemi kohë, Marko përgjigjet butësisht. Dielli lind vetëm pas disa orësh. Helena e vështron për një kohë të gjatë, sikur po vlerësonte nëse mund t'i besonte. Marko pret me durim. 5 vjet duke u kujdesur vetëm për anën e kishin mësuar vlerën e heshtjes, të durimit, të dhënies së njerëzve kohën që u duhej. Po vozisja, Helena fillon ngadalë. Po kthehesha nga një takim pune vonë natën. Makina ime filloi të bënte një zhurmë të çuditshme, pastaj frenat thjesht ndaluan së funksionuari. U përplasa me një shtyllë, por nuk ishte serioze. Të paktën, nuk duhej të kishte qenë. Ajo prek mavijosjen në fytyrë pa vetdije. Por kur u zgjova në spital, filluan pyetjet. Pse makina ime kishte probleme me frenat? Pse askush nga kompania ime nuk më vizitoi? Pse ish burri im u shfaq duke pretenduar shqetësim, por me dokumente transferimi pronash në dorë? Marko rudhi vetullat. Transferim pronash? Jam si përmarrëse, Helena shpjegon, dhe tani ka një notë krenarie të lënduar në zërin e saj. Kam një kompani për zgjidhje të qëndrueshme. E ndërtova gjithçka nga e para, kam punuar 15 vjet për të arritur aty ku jam. Por ish burri im, Viktor, kur nuk e pranoi divorcin ton. Ai dëshiron kompanin, dëshiron kujdestarinë e vajzës sime, dëshiron gjithçka. Ke një vajzë? Kiara. Ajo është 9 vjeç dhe po jeton me motrën time në kryeqytet, ndërsa unë zgjidh këtë situatë. Sytë e Helenës mbushen me lodh. Ajo nuk mund të më shohë kështu. Nuk mund ta di çfarë po ndodh. Marko ndjen një lidhje të menjëhershme. Ai e njeh peshën e mbrojtjes së një fëmije, të përpjekjes për të ruajtur normalitetin kur bota rreth tij po shembet. Dhe ti mendon se aksidenti nuk ishte aksidental. Jam e sigurt që jo, Helena përgjigjet me bindje.
Viktori ka lidhje, ka para, ka ndikim. Dhe unë kam prova që ai ka ndërhyrë në makinën time, por askush nuk më beson. Thonë se jam e stresuar, paranojake, se kam nevojë për ndihmë psikologjike. Ajo ngrihet papritur duke filluar të ecë nëpër dhomën e vogël. Më falni, nuk duhej t'ju tregoja gjithë këtë. Nuk duhej të isha këtu. Unë thjesht nuk dija më çfarë të bëja. Pse nuk shkove në polici? Helena qesh, por është një qeshje e hidhur. Shkova 3 herë. Viktori arriti atje para meje çdo herë, me avokatët e tij, me kontaktet e tij. Ai mbolli idenë se jam një grua e çbalancuar, që nuk pranoj divorcin, që po krijoj situata për të tërhequr vëmendjen. Dhe funksionoi. Marko përthith këtë informacion në heshtje. Ai mund të mos e kuptoj botën korporative apo kompleksitetin e marrëdhënieve midis njerëzve të pasur dhe me ndikim, por ai e kupton dëshpërimin e një babai që përpiqet të mbrojë fëmijën e tij. Dhe ai sheh të njëjtin dëshpërim në sytë e Helenës. Ku po jetojë që nga aksidenti? Në një hotel në qendër të qytetit. Por sot Viktori u shfaq atje. Nuk e di si e zbuloj ku isha, por ai ishte në hol kur zbrita për darë. Unë u largova me vrap, mora makinën dhe vozita pa destinacion derisa përfundova në këtë lagje. Ajo shikon përreth përsëri. Pash ngjitsen në kamionin tuaj dhe mendova se ndoshta ju do ta kuptonit çfarë do të thotë të kesh nevojë për ndihmë. Marko qëndron në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar gjithçka që Helena i kishte treguar. Ka një pjesë të tij që vë në dyshim vërtetësinë e historisë, është kaq dramatike, kaq e ndryshme nga realiteti i tij i përditshëm. Por ka diçka në mënyrën si flet, në dhimbjen e vërtet në sytë e saj, që e bind se ajo po thotë të vërtetën. Mund të qëndrosh këtu sonte, thot ai përfundimisht. Nesër flasim për atë që duhet bërë. Helena e shikon me habi, sikur nuk priste këtë përgjigje. Ti as nuk më njeh. Jo, Marko pranon. Por e di çfarë do të thotë të kesh nevojë për ndihmë dhe të mos kesh ku të shkosh. Ai ngrihet dhe shkon te një dollap i vogël në korridor, nga ku nxjerr çarçaf të pastër dhe një jastëk. Divani nuk është më i rehatshëm, por është ajo që kemi. Është perfekte, Helena përshpërit dhe për herë të parë që kur erdhi, ajo buzëqesh. Është një buzëqeshje e vogël, e brisht, por e sinqertë. Faleminderit, Marko. Ti nuk e di sa shumë do të thotë kjo. Marko vetëm tund kokën dhe fillon të rregulloj divanin për të. Ndërsa punon, ai ndjen peshën e shikimit të Helenës mbi të, sikur ajo po përpiqej të kuptonte çfarë lloj burri pranon një të huaj në mes të natës. Pse po e bën këtë? Ajo pyet me zë të ulët. Marko ndalon së rregulluari çarçafët dhe e shikon në sy. Sepse gruaja ime më mësoi se ne ndihmojmë të tjerët. Kjo është ajo që na bën njerëz. Helena ul syt dhe Marko sheh një lotë rrëshas poshtë faqes së mavijosur. Gruaja juaj është një grua e mençur. Ishte, Marko korrigjon butësisht. Ajo u nda nga jeta 5 vjet më parë. Heshtja që pason është mbushur me mirëkuptim reciprok. Dy të rritur që mbajnë humbjet e tyre, luftërat e tyre, duke gjetur një moment lidhjeje në agimin e heshtur. Pushoni pak, Marko thot, duke mbaruar së rregulluari shtratin e improvizuar. Nesër do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Kur Marko më në fund kthehet në dhomën e tij, gjen Anën ulur në shtratin e tij, qartazi duke e pritur. Gruaja është mirë, baba? Po, e dashur. Ajo thjesht ka nevojë për një vend për të fjetur sonte. Ana e përqafon fort. Ti bëre gjën e duhur, baba. Mami do të ishte krenare. Marko puth ballin e vajzës, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngohet nga dashuria dhe shqetësimi. Ai shpreson të ketë marrë vendimin e duhur, shpreson që nevoja e tij për të ndihmuar të mos e ketë vënë Anën në rrezik. Por ndërsa dëgjon tingujt e butë të Helenës që po vendosej në dhomën e ndenjes, ai ndjen se Roza do ta miratonte zgjedhjen e tij. Aroma e kafes së freskët e zgjon Helenën mëngjesin tjetër. Për një moment, ajo nuk e di ku është, qartësia e butë që filtrohet përmes perdeve të thjeshta e ngatëron. Pastaj kujtimet e natës së kaluar kthehen si një val, dëshpërimi, ikja, mirësia e papritur e një burri që as nuk e njihte. Ajo ulet ngadalë në divan, duke ndjerë dhimbjet në trup që protestojnë kundër lëvizjes. Mavijosjet duken më të gjalla në dritën e ditës, por ajo ndihet më e sigurt se sa prej javësh.
Ka diçka në thjeshtësinë e asaj shtëpie, në aromën e kafes dhe në zhurmën e largët të një fëmije që luan, që e qetëson. Mirë mëngjes, Marko shfaqet në hyrje të dhomës, duke mbajtur 2 filxhan kafeje. Ai tashmë është veshur me uniformën e pastruesit, një këmishë portokalli të zbehtë dhe pantallona të forta. Fletë mirë? Më mirë se sa prisja, Helena pranon, duke pranuar filxhanin që ai ofron. Kafeja ishte e fortë, pa sheqer, pikërisht siç i pëlqente asaj para se jeta e saj të kthehej kokposhtë. Faleminderit përsëri që më pranuat. Marko ulet në koltuk, duke mbajtur të njëjtën distancë respektuese si natën e kaluar. Si janë dhimbjet? Të durueshme. Helena prek mavijosjen në ball pa vetdije. Kam qenë më keq. Sinqeriteti i përgjigjes së saj e befason edhe atë vetë. Ka diçka te Marko që frymëzon dëshmëri, ndoshta është mënyra e tij e qetë të dëgjuarit, pa gjykime apo pyetje invazive. Baba, a mund ta takoj vizitën? Zëri i Anës jehoi në korridor para se ajo të shfaqej në dhomë, tashmë e veshur me uniformën e shkollës, një bluzë të bardhë dhe një fund blu të errët. Flokët e saj ishin kapur në 2 gërsheta që Marko Qartazi i kishte bërë me kujdes, megjithse jo me shumë aftësi. Ana, kjo është Helena, Marko bën prezantimet. Helena, vajza ime Ana. Ana afrohet me kureshtjen natyrale të fëmijëve, por pa mungesën e taktit që kanë shumë. Ajo vështron mavijosjet e Helenës pa komente, sikur kuptonte instinktivisht se ishin çështje delikate. Mirë mëngjes, Helena. Dëshiron mëngjes? Baba bën petullat më të mira në botë. Helena buzëqesh, një buzëqeshje e sinqertë që ndriçon fytyrën e saj të mavijosur. Do të më pëlqente, por nuk dua të shkaktoj telashe. Nuk është telash, Ana përgjigjet seriozisht. Është mikpritje. Mami gjithmonë thoshte se është e rëndësishme të presësh vizitorët me dashuri. Marko dhe Helena shkëmbejnë një vështrim plot kuptim. Fëmia flet për nënën e saj me natyrshmëri, duke e mbajtur kujtimin e saj gjallë në një mënyrë të shëndetshme. Atëherë pranoj me kënaqësi, Helena thotë. A mund të ndihmoj? Ti je e lënduar, Ana vëren butësisht. Njerëzit e lënduar kanë nevojë të pushojnë. Baba dhe unë kujdesemi për gjithçka. Në 40 minutat në vijim, Helena vështron një rutinë mëngjesi që ishte njëkohësisht e zakonshme dhe e jashtëzakonshme. Marko përgatit petullat me lëvizje efikase, ndërsa Ana rregullon tavolinën dhe tregon histori nga shkolla. Kishte një harmoni mes babait dhe vajzës që fliste për vite praktik, për një partneritet të ndërtuar mbi nevojën reciproke për kujdes. Helena, Ana thot ndërsa gëlltit petullën e saj të dytë, ke fëmijë? Kam një vajzë. Kiara. Ajo është pak më e madhe se ti. Ku është ajo? Marko ndërhyn butësisht. Ana, a e mban mend rregullin për pyetjet personale? Më fal, Ana thot, por vazhdon kureshtare. Thjesht do të ishte mirë të kisha një shoqe për të luajtur. Ajo po jeton me motrën time për një kohë, Helena shpjegon, duke ndjerë gjoksin t'i shtrëngohet. 3 javë pa e parë Kiarën, pa e ditur si po reagonte ndaj mungesës së nënës. Por ndoshta do të njiheni së shpejti. Pas mëngjesit, Marko e çon Anën në shkollë me kamionçinën e tij të vjetër, por të fortë. Helena mbetet vetëm në shtëpi për herë të parë dhe atëherë realiteti i situatës së saj e godet plotësisht. Ajo ecën nëpër dhomën e vogël, duke vëzhguar detajet që nuk i kishte vënë re natën e kaluar. Fotografi të Anës në mosha të ndryshme buzëqeshnin nga raftet, së bashku me disa të Markos dhe një gruaje të bukur me flok kafe dhe buzëqeshje të ngrohtë, Qartazi Roza. Nuk kishte fotografi të fundit të familjes së plot, vetëm kujtime të një kohe që nuk kthehej më. Vizatimet e Anës në mur i tërheqin vëmendjen përsëri. Në të gjitha ato, pa përjashtim, ka 3 figura, një burr i gjatë, një vajzë e vogël dhe një grua. Ndonjëherë gruaja ka krah, ndonjëherë është në një re, por gjithmonë e pranishme. Ana kishte gjetur një mënyrë për ta mbajtur nënën pjesë të familjes, edhe në mungesë të saj. Helena ndjen lotët t'i digjen në sy. Prej 5 vjetësh nuk e kishte parë Kiarën të vizatonte familjen e plotë. Që nga divorci i trazuar, Viktori kishte arritur të mboll fara dyshimin në mendjen e vajzës, duke e bërë atë të vënë në dyshim stabilitetin emocional të nënës. Kur Marko kthehet një orë më vonë, e gjen Helenën ulur në tryezën e kuzhinës me celularin e saj të fikur para saj. Probleme? Ai pyet, duke vënë re shprehjen e saj të tendosur.
17 thirrje të humbura nga Viktori, Helena përgjigjet. 5 mesazhe, të gjitha duke thënë se ai e di ku jam dhe se do të pendohem që po ik nga përgjegjësitë e mia. Marko rudhi vetullat dhe u ul përballë saj. Si mund ta di ai ku je? Ai ka burime. Hetues privat, kontakte në kompanitë telefonike. Kur ke para të mjaftueshme, privatësia bëhet iluzion. Helena qesh me hidhërim. Ironia është se unë dikur jetoja edhe në atë bollë. Kur nuk e imagjinova se një ditë do të përdorej kundër meje. Më trego më shumë për kompaninë tënde, Marko kërkon. Diethe se punon me zgjidhje të qëndrueshme. Helena heziton, sikur nuk ishte mësuar të shpjegonte punën e saj për dikë jashtë mjedisit korporativ. Zhvilloi teknologji për reduktimin e mbetjeve në proceset industriale. Fillova e vogël duke punuar në një garazh me qira, duke zhvilluar filtra më efikas për trajtimin e ujit. Sot kemi kontrata me disa qytete të brendshme. Kjo është mbresëlënëse. Ishte, Helena korrigjon. Viktori po përdor sherin për kujdestarinë e Kiarës për të vënë në dyshim shëndetin tim mendor dhe kjo po ndikon në besimin e klientëve. 3 kontrata janë anuluar javën e fundit. Marko përthith këto informacione në heshtje. Ai mund të mos i kuptoj kompleksitetet e botës së biznesit, por ai kupton manipulimin dhe abuzimin e pushtetit. Çfarë fiton ai duke shkatëruar kompaninë tënde? Kontroll, Helena përgjigjet pa hezitim. Nëse humbas kompaninë, humbas pavarësinë financiare. Nëse humbas pavarësinë, bëhem e varur prej tij për t'u kujdesur për Kiarën. Dhe nëse jam emocionalisht e paqëndrueshme, ai merr kujdestarinë e plotë. Po aksidenti. Helena ngrihet dhe shkon te dritarja, duke vështruar rrugën e qetë të lagjes punëtore. Fëmijët luajnë në trotuar, gratë bisedojnë në dyert e shtëpive, burrat nisen për punë. Një normalitet që ajo e kishte humbur shumë kohë më parë. Mekaniku që ekzaminoi makinën time tha se frenat ishin sabotuar, ajo thot me zë të ulët. Prerje të sakta në sistemin hidraulik, të bëra nga dikush që dinte saktësisht çfarë po bënte. Por kur policia shkoi të verifikonte, misteriozisht raporti u zhduk dhe mekaniku ndryshoi versionin e tij. Viktori i bleu heshtjen. Ose e friksoi. Viktori është shumë i mirë në gjetjen e pikave të dobta të njerëzit. Helena kthehet nga Marko dhe ka një brishtësi të papërpunuar në sytë e saj. Kam dokumente të fshehura, regjistrime bisedash, prova të shantazheve të tij. Por kam frikë t'i përdor. Kam frikë se çfarë mund t'i bëj Kiarës nëse e përballem direkt. Marko i afrohet ngadalë, sikur të ishte një kafshë e plagosur që mund të ikte në çdo moment. Ku janë këto dokumente? Në një kasafort, në një bank tjetër, në një qytet tjetër. Viktori nuk e di ekzistencën e asaj kasaforte. Helena buzëqesh trishtueshëm. Rosa më mësoi disa gjëra rreth mbajtjes së burimeve emergjente të fshehura, kur ishim shoqe. Marko ndalon së ecuri. Ti e njeh Rozën? Helena e shikon e habitur. Unë po. Nuk ishte rastësi që unë përfundova këtu, Marko. Rosa dhe unë ishim shoqe prej 10 vjetësh. Punonim së bashku në një projekt për pastrimin e ujit për komunitetet në nevojë. Ajo gjithmonë fliste për ty dhe anën. Heshtja që pason është e mbushur me emocion. Marko ndjen sikur një fantazm dashamirëse e kishte udhëzuar Helenën në derën e tij. Ajo fliste për ju me aq dashuri, Helena vazhdon, duke parë emocionin në fytyrën e Markos. Thoshte se ti ishe burri më i ndershëm që njihte, se Ana ishte fëmia më e ëmbël në bollë. Kur pash ngjitsen në kamionin tuaj mbrëm, më kujtuan historik që ajo më tregonte. Pse nuk u takuam kurrë? Rosa mbronte jetën tuaj familjare. Thoshte se puna ishte punë, por shtëpia ishte e shenjtë. Ajo sillte në shtëpi vetëm njerëzit që vërtet kishin rëndësi. Helena prek krahun e Markos butësisht. Ajo më tha një herë se, nëse ndonjëherë do të kisha vërtet nevojë për ndihmë, ju do të ishit njerëzit e parë të cilëve mund t'u besoja. Marko ndjen syt t'i mbushen me lodh. Edhe 5 vjet pas largimit të saj, Rosa vazhdon të kujdeset për njerëzit që do, duke i vendosur ata në rrugën e njëri tjetrit kur kanë më shumë nevojë. Ajo kishte të drejtë, thot ai thjesht. Helena buzëqesh dhe kësaj radhe është një buzëqeshje plot mirënjohje dhe shpresë. Rosa gjithmonë kishte të drejtë. Celulari i Helenës dridhet në tavolinë duke ndërprer momentin.
ajo shikon ekranin dhe shpreja e saj forcohet. Viktor? Marko pyet. Më keq. Avokatja ime. Helena përgjigjet thirrjes duke e vënë në altoparlan. Alo, avokatja Fiona? Helena, ku je? Zëri i gruas tingëllon i tendosur përmes telefonit. Viktori ka paraqitur një kërkesë emergjence duke pretenduar se ti je zhdukur dhe je në një krizë psikotike. Gjykatësi ka caktuar një seancë për nesër. Helena lëshohet në karrige. Ai nuk mund ta bëjë këtë. Mund dhe e bëri. Ai paraqiti dëshmitar që thonë se ti ke kërkuar javët e fundit duke folur për persekutime dhe sabotazhe pa themel. Ka një raport psikiatrik që rekomandon shtrim vullnetar. Çfarë raporti? Unë kur nuk kam shkuar te një psikiatër. Një Luka Carmini. Ai thot se ke qenë në zyrën e tij 3 herë në 2 javët e fundit. Helena zbehet. Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk e kam parë atë njeri në jetën time. Helena, më duhet të vish në zyrë me një herë. Kemi më pak se 24 orë për të përgatitur një mbrojtje dhe pa ty këtu nuk mund të bëj asgjë. Helena shikon Markon, i cili vështron bisedën me shprehje serioze. Avokatja Fiona, a mund të më jepni 2 orë? Më duhet të organizoj disa gjëra fillimisht. 2 orë, Helena. Jo më shumë se kaq. Dhe sill gjithçka që ke kundër Viktorit. Dokumente, regjistrime, çdo gjë. Kjo mund të jetë shansi ynë i vetëm. Lidhja përfundon duke lënë kuzhinën në heshtje të rëndë. Helena po dridhej dukshëm, jo nga të ftohtit, por nga zemërimi dhe frika e përzier. Ai po ma shkatëron jetën cop, ajo përshpërit. Dhe unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndaluar. Marko u ul në gjunjë pranë karriges së saj duke e parë në sy. Mundeni. Ju thatë se keni prova kundër ti. Është koha t'i përdorni. Po sikur t'i bëj keq Kiarës. Roza më mësoi se ndonjëherë e vetmja mënyrë për të mbrojtur ata që duam është të përballesh me rrezikun ballë për ballë, Marko thot me bindje. Nuk mund të jetosh duke ikur përgjithmonë, Helena. Dhe Kiara nuk mund të rritet duke e parë nënën të shkatërohet kështu. Helena e vështron për një kohë të gjatë, duke parë forcën e qetë që Roza gjithmonë e përshkruante. Marko mund të jetë një burr i thjeshtë, por ka një mençuri në mënyrën e tij të parit të botës që vjen nga përvoja e humbjes së gjithçkaje dhe rindërtimit të jetës së tij duke u fokusuar në atë që vërtet ka rëndësi. Ti ke të drejtë, thot ajo përfundimisht. Është koha për të luftuar. Marko buzëqesh, një buzëqeshje që i kujton Helenës për shkrimet që Roza bënte për të. Atëherë do të luftojmë. Por së pari duhet të keni një strategji më të mirë se sa të shfaqeni në zyrën e avokates pa planifikim. Çfarë sugjeron? Po sikur të kërkojmë ato prova që ke fshehur para se të takosh avokatën tënde? Nëse do të hysh në një betejë, më mirë të shkosh e armatosur me gjithçka që ke. Helena ndjen shpresë për herë të parë pas javësh. Ndoshta Roza kishte pasur të drejtë për Markon. Ndoshta ajo më në fund kishte gjetur dikë të cilit mund t'i besonte plotësisht. Udhëtimi deri në bankën në qytetin fqin kalon në heshtje të tensionuar. Helena vështron peizazhin përmes dritares së kamionçinës së Markos, fusha të gjelbra që alternohen me qytete të vogla industriale. Për herë të parë pas javësh, ajo ndjen se nuk është vetëm në këtë betejë. Nuk ke nevojë ta bësh këtë, ajo thot kur ndalojnë në një semafor. Nuk ke nevojë të përfshihesh në problemet e mia. Marko mban syt në rrugë. Roza gjithmonë thoshte se problemet e njerëzve të mirë bëhen probleme të gjithë komunitetit. Përveç kësaj, ai e shikon me sy të çuditshëm, ti je shoqe e Rozës. Kjo të bën familje. Thjeshtësia me të cilën ai flet për besnikërinë dhe përgjegjësinë emocionale e emocionon Helenën. Në botën korporative ku jetonte, marrëdhëniet ishin të llogaritura, interesat ishin të negociuara. Ndershmëria e drejtpërdrejtë e Markos është si një frymë ajri të freskët. Më trego për Viktorin, Marko kërkon ndërsa vozisin nëpër bulevardin kryesor të qytetit. Si u njohët? Helena Psheretin. Në një konferencë për qëndrueshmërinë e biznesit 8 vjet më parë. Ai duke i vërtet i interesuar për çështjet mjedisore, kishte projekte ripyllëzimi, programe riciklimi. Mendova se kishim të njëjtat vlera. Dhe kishit? Ai ishte bindës. Charmant, inteligjent, bujar.
Helena qesh me hidhërim. Vetëm më vonë zbulova se gjithçka ishte fasadë. Projektet mjedisore ishin për reduktimin e taksave, jo nga bindja. Kur lindi Kiara, Maska filloi të binte. Ata ndalojnë para një banke të vogël, diskrete, shumë ndryshe nga agjencitë pompoze të qendrës së kryeqytetit. Helena merr frym thellë para se të zbresë nga kamionçina. Sa kohë mendon se do të na duhet? Marko pyet. 20 minuta, ndoshta 30. Janë shumë dokumente. Brenda bankës, Helena takohet nga një menaxher i ri që qartazi e njeh. Zonja Helena, ka kohë që nuk keni ardhur këtu. Si është kompania? E komplikuar, zë, Pietro. Prandaj jam këtu. Kasaforta ndodhet në bodrumin e bankës, në një zonë të qetë dhe të mbrojtur mirë. Helena fut qelsin dhe fjalëkalimin e saj digital dhe dera e vogël e qelikut hapet duke zbuluar disa dosje të organizuara dhe disa USB. Rosa më mësoi të mbaje gjithmonë kopje të dokumenteve të rëndësishme larg shtëpisë, Helena shpjegon ndërsa organizon letrat. Ajo thoshte se informacioni është fuqi dhe fuqia duhet të mbrohet. Dokumentet që Helena nxjerr nga kasaforta tregojnë një histori të pisët manipulimi dhe shantazhi. Kontrata mashtruese, regjistrime bisedash ku Viktori pranon se ka sabotuar bizneset e Helenës, kopje çeqesh të paguara hetuesve privat për spionazh dhe më tronditse. Një raport mjekësor i falsifikuar që sugjeron paqëndrueshmëri emocionale të Helenës, i datuar para aksidentit të makinës. Ai e kishte planifikuar këtë prej muajsh, Helena murmurit duke shfletuar letrat. Shikoni datën e këtij raporti psikologjik fals. Mars. Aksidenti ndodhi në prill. Marko i shqyrton dokumentet mbi shpatullën e saj. Po ky çek këtu. Kujt i është paguar? Kompanisë së investigimeve që ai kontrakton. Shikoni vlerën, 15.000 lekë. Dhe këtu, në fushën e vëzhgimeve, vëzhgimi vazhdueshëm, raport editore. Helena ndjen të përziera. Ai po më spiononte prej muajsh. Ajo merr një nga USB-t dhe e lidh me një tablet që kishte sjell në çantë. Hapen skedar audio duke zbuluar biseda telefonike mes Viktorit dhe palëve të treta. Dëgjoni këtë, ajo thot, duke shtypur luaj në një nga skedarët. Zëri i Viktorit jehoi qartë nga tableta, nuk ka rëndësi sa kushton, dua raporte të detajuara për të gjitha lëvizjet e saj. Me kë flet, ku shkon, çfarë makinash përdor. Dhe nëse arrini të mbillni ndonjë provë të sjelljes së çrregullt, aq më mirë. Një zë i dytë përgjigjet, po sikur ajo të zbuloj vëzhgimin? Ajo nuk do ta zbuloj. Dhe edhe nëse e zbulon, kush do ta besoj? Ne tashmë kemi mbollur idenë se ajo është e çbalancuar. Pak më shumë presion dhe ajo do të çmendet vërtet. Helena ndalon regjistrimin, qartazi e tronditur. Kjo bisedë është 2 muaj më parë. Unë po filloja të ndihesha paranojake, duke menduar se po më ndiqnin. Tani e di që instinkti im ishte i saktë. Marko i vë dorën në shpatull. Kjo është më shumë se e mjaftueshme për të provuar keqbesimin e tij. Me këto regjistrime, çdo gjykatës do të shohë se ti je viktim, jo agresor. Ka më shumë, Helena thot, duke hapur një dosje tjetër. Dokumente që provojnë se Viktori devijoi fonde nga kompania e tij për të paguar për gjithë këtë operacion kundër meje. Dhe këtu, ajo tregon një raport teknik, analiza reale e makinës sime, e bërë nga një mekanik i pavarur që Viktori nuk arriti ta blinte. Raporti është teknik, por përfundimi është i qartë, frenat ishin sabotuar qëllimisht me prerje të sakta që tregojnë njohuri të avancuara mekanike. Si e morët këtë nëse Viktori bleu heshtjen e mekanikut të parë? Helena buzëqesh për herë të parë që kur hyn në bankë. Rosa më mësoi një gjë tjetër, gjithmonë ki një plan B, kur mekaniku i parë ndryshoi versionin e tij, e çova makinën te një profesionist i dytë në një qytet tjetër, pa dhënë emrin tim të vërtetë. Paguaj me para në dorë dhe kërkova sekret të plotë. Ata kalojnë 15 minutat e ardhshme duke organizuar të gjitha dokumentet në rend kronologjik, duke krijuar një linjë kohore të qartë se si Viktori orkestroi fushatën e tij të shkatërimit kundër Helenës. Është një punë e hollësishme, por e nevojshme. Helena, Marko thot kur mbarojnë së organizuari gjithçka, a mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. Pse nuk i përdoret këto prova më parë? Me gjithë këtë, mund ta kishit zgjidhur situatën prej muajsh.
Helena hesht për një moment duke I vendosur dokumentet përsëri në dosje. Frika, ajo pranon përfundimisht. Frika nga ajo që Viktori mund t'i bënte Kiarës nëse e përbaloja direkt. Frika se, edhe me prova, sistemi gjyqësor do ta mbronte atë sepse kishte më shumë ndikim. Dhe ajo heziton. Dhe turp që kam qenë kaq e verbër, që I kam besuar, që kam vënë vajzën time në rrezik sepse kam zgjedhur burrin e gabuar. Lot të heshtur rrjedhin poshtë fytyrës së mavijosur të Helenës. Roza gjithmonë ishte kaq e sigurt për njerëzit. Ajo e pa Viktorin përmes maskave që në fillim më paralajmëroi disa herë. Unë nuk dëgjova. Marko I jep një letër të thatë. Roza gjithashtu bënte gabime në gjykim. Dallimi është se ajo mësonte nga ato dhe vazhdonte përpara. Ti mund të bësh të njëjtën gjë. Ata dalin nga banka plot shpresë dhe prova të mjaftueshme për të kthyer lojën. Por kur arrin te kamionçina, gjejnë një zarf poshtë fshirëses së xhamit. Helena hap zarfin me duar të dridhura. Brenda ka një foto të Kiarës duke dalë nga shkolla, qartazi e shkrepur pa dijenin e fëmijës. Në anën e pasme të fotos, një mesazh I shkruar me dorë, ke një orë për të telefonuar. Ose fillojmë të flasim me vajzën tënde se sa e sëmur është mami. Helena e lë foton të bjerë sikur t'i diqte duar. Ai e di që jemi këtu. Ai po na ndjek. Marko shikon përreth parkingut duke kërkuar shenja vëzhgimi. Le të ikim nga këtu. Tani. Ata hynë shpejt në kamionçin dhe Marko vozit jashtë qytetit nga një rrugë tjetër nga ajo që kishin përdorur për të ardhur. Vetëm kur janë në rrugë, duke u kthyer, Helena arrin të flasë përsëri. Ai e preku Kiarën, Marko. U afrua vajzës time. Zëri I saj ishte I mbushur me një zemërim të ftohtë që Marko nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Kjo ishte tepër. Çfarë dëshiron të bësh? Helena merr celularin dhe, pa hezitim, thërret numrin e Viktorit. Ai përgjigjet në thirrjen e parë. Mendova se do të vonoheshe më shumë për të telefonuar, zëri I tij dëgjohet nga altoparlanti me arrogancë të bezdishme. Ti ju afrove vajzës time, Helena thot, dhe ka një kontroll të ftohtë në zërin e saj që e impresionon Markon. Ky ishte një gabim. Vajza jote? Helena, duhet të kuptosh se Kiara është edhe vajza ime. Dhe jam I shqetësuar për mjedisin e paqëndrueshëm në të cilin ajo po jeton për shkak të sjelljes tënde të çrregull. Sjellja ime e çrregull? Do të thuash si zbulova se ti sabotove makinën time? Apo si gjeta prova se ti po më spionon prej muajsh? Kishte një pauzë në anën tjetër të linjës. Nuk e di për çfarë po flet, Helena. Paranojat e tua po përkeqësohen. Prandaj caktova seancën emergjente. Ti ke nevojë për ndihmë. I kam regjistrimet, Viktor. Të bisedave të tua me hetuesit, të pagesave, të gjithçkaje. Një pauzë tjetër, më e gjatë kësaj radhe. Kur Viktori flet përsëri, zëri I tij kishte humbur arrogancën dhe kishte marrë një ton kërcënues. Nëse ke diçka që mendon se mund të më dëmtoj, të sugjeroj të reflektosh me kujdes para se ta përdorësh. Sepse mund të bëj gjëra shumë më të këqija se sa të bëj një foto të vajzës son. Po më kërcënon? Po të paralajmëroj. Ti mund të kesh gjetur disa dokumente interesante, por unë kam diçka shumë më të vlefshme, qasjet e Kiara. Dhe nëse këmbëngull në këtë luftë, mund të garantoj që ajo të rritet duke ditur se çfarë lloj nëne të paqëndrueshme dhe të rrezikshme jeti në të vërtetë. Helena mbyll syt, duke luftuar kundër valës së dëshpërimit që kërcënonte ta gëlltiste. Por pastaj ndjen dorën e Markos t'i shtrëngoi të sajën, duke I kujtuar se nuk ishte vetëm. Jo, ajo thot përfundimisht dhe kishte një vendosmëri të hekurt në zërin e saj. Nuk do të lejoj më të më frikësosh. Shihemi në seancë nesër, Viktor. Por kësaj radhe, jam e përgatitur. Ajo e mbyll telefonin para se ai të mund të përgjigjej, duke lënë kamionçinën në heshtje. Duart I dridhen lehtë, por ka një lehtësim në fytyrën e saj, sikur një peshë e madhe ishte hequr nga shpatullat e saj. Si ndihesh? Marko pyet. E frikësuar, Helena pranon. Por gjithashtu e lirë. Për herë të parë pas muajsh, ndjej se kam kontroll mbi jetën time. Marko buzëqesh. Roza do të ishte krenare për ty. Kur kthehen në lagje, ndalojnë fillimisht te shkolla e anës.
Vajza del me vrap kur sheh kamionçinën duke mbajtur një dosje shkollore me ngjyra dhe një buzëqeshje që ndriçon ditën. Helena, ajo bërtet duke i bërë me dorë nga dritarja. Si shkoi shëtitja? Produktiv, Helena përgjigjet dhe për herë të parë pas shumë kohësh, po ishte plotësisht e sinqertë. Shumë produktiv. Në shtëpi, ndërsa Ana bën detyrat e shtëpisë në tryezën e kuzhinës, Helena i telefonon avokates së saj dhe i shpjegon gjithçka që kishte zbuluar. Avokatja Fiona hesht për disa minuta ndërsa Helena përshkruan përmbajtjen e dokumenteve. Helena, avokatja thot përfundimisht, kjo ndryshon gjithçka. Me këto prova, jo vetëm që mund të mbrohemi nga kërkesa e Viktorit, por mund të kundërsulmojmë. Ai mund të përballet me pasoja të rënda penale. Nuk dua ta shkatërroj, Helena thot, duke befasuar veten. Dua vetëm jetën time mbrapsht. Dhe dua të mbroj Kiarën. E kuptoj pozicionin tuaj, por duhet të kuptoni se Viktori nuk do të dorëzohet lehtë. Kur njerëz si ai ndihen të bllokuar, mund të bëhen të rrezikshëm. Helena shikon Anën, e cila vizatonte qetësisht në fletoret e saj, dhe Markon, i cili përgatiste darkën me lëvizje të qeta dhe të sigurta. E di. Por për herë të parë, ndjej se kam njerëz pranë meje që nuk do të më braktisin në vështirësinë e parë. Kush janë këta njerëz? Helena vështron baban dhe vajzën duke ndërvepruar me dashuri dhe respekt të ndërsjellë dhe buzëqesh. Engjëj mbrojtës që Roza më dërgoi. Nata bie mbi shtëpinë e vogël me një qetësi që Helena nuk e kishte ndjerë prej muajsh. Pas një darke të thjeshtë me makarona me salcë domate shtëpie, të përgatitur nga Marko me ndihmën entuziaste të Anës, të tre mblidhen në dhomën e ndenjes. Ana vizaton në fletoren e saj ndërsa të rriturit bisedojnë me zë të ulët për ngjarjet e ditës. Helena, Ana thot papritur, pa ngritur syt nga vizatimi, a ke frikë nga seanca e nesërme? Pyetja e drejt për drejt e fëmijës e befason Helenën. Ajo shikon Markon, i cili vetëm tund kokën inkurajueshëm, sikur thoshte se Ana meritonte ndershmëri. Po, e dashur. Por është një frikë ndryshe nga ajo që ndjeja më parë. Ana ndalon së vizatuari dhe e shikon me interes. Si kështu? Më parë kisha frikë sepse ndihesha vetëm dhe e pambrojtur. Tani kam frikë sepse e di që do të luftoj dhe lufta gjithmonë të frikson pak. Por është një frikë e mirë. Si mund të jetë një frikë e mirë? Helena e mendon pyetjen me kujdes. Kur shkon të ngasësh biçikletën për herë të parë, ke frikë se mos bie apo jo? Por je edhe e emocionuar për të mësuar diçka të re. Është pak a shumë kështu. Ana buzëqesh dhe kthehet te vizatimi. Baba thot se frika është normale, por nuk mund të na ndaloj të bëjmë atë që është e drejtë. Baba yt është shumë i mençur. Po, është. Ana tregon vizatimin që po bënte, tre figura duke mbajtur duart poshtë një ylberi. Kjo je ti, baba dhe unë. Dhe kjo këtu, ajo tregon një figurë të katërt më të vogël pranë, është Kiara. Për kur të vi të na vizitoj. Helena ndjen gjoksin t'i shtrëngohet nga emocioni. Kapaciteti i Anës për të përfshirë njerëz në familjen e saj të zgjeruar, për të mirëpritur të panjohur me natyrshmëri, është një dëshmi e edukatës që Marko i kishte dhënë. A mund ta mbaj këtë vizatim? Helena pyet. Sigurisht. Do të bëj një kopje që ta marrësh në seancë. Kështu do të mbash mend se ke një familje këtu që të mbështet. Marko vështron ndërveprimin mes Helenës dhe Anës me kënaqësi të heshtur. Në 5 vitet e fundit, ai ishte shqetësuar për faktin se Ana nuk kishte figura femërore të qëndrueshme në jetën e saj. Të shohësh si ajo lidhet natyrshëm me Helenën e qetëson. Ana, është koha për banjë, ai njofton kur ora tregon 8. A mund të lahem vetë sot? Jam rritur. Marko qesh. Po, por lëre derën të shkyqur për siguri. Kur Ana zhduket në korridor duke kënduar me zë të ulët, Helena dhe Marko mbeten vetëm për herë të parë që nga mëngjesi. Faleminderit, Helena thot me zë të ulët. Pse? Që më le të bëhem pjesë e rutinës suaj sot. Që nuk më bëre të ndihem si e huaj. Marko vendoset më mirë në koltuk. Ti nuk je e huaj. Roza gjithmonë thoshte se shtëpia nuk është një vend, janë njerëzit që zgjedhim ti kemi pranë. Si ishte ajo? Roza? Fytyra e Markos zbutet kur flet për gruan. E vendosur. Kokfort kur besonte në ndonjë kauzë.
qeshte shumë, këndonte pa intonacion në dush, digjte tostin çdo mëngjes sepse shpërqendrohej duke lexuar gazetën. Ai buzëqesh me kujtimin. Por kryesisht ishte bujare. Me kohën, me dashurinë, me faljen. Ana flet për të me aq dashuri. Ti ke bërë një punë të mrekullueshme duke e mbajtur kujtimin e saj gjallë në një mënyrë të shëndetshme. Nuk ishte e lehtë në fillim. Ana bënte shumë pyetje që unë nuk dija t'i përgjigjesha. Por mësova se ndershmëria, edhe kur dhemb, është gjithmonë më mirë se gënjeshtrat e bukura. Helena vështron fotot e Rozës të shpërndara nëpër shtëpi. Ajo dukej shumë e re. 28 vjeç kur u nda nga jeta. Ana ishte 3. Aksident në autostradë duke u kthyer nga një konferencë për të drejtat e grave. Marko bën një pauzë. Për shumë kohë fajsova veten që nuk shkova me të në atë udhëtim. Dhe si e ka përcyer atë faj? Ana. Përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Ajo kishte nevojë për një baba të pranishëm, jo për dikë të humbur në të kaluarën. Roza nuk do ta kishte miratuar nëse unë do të isha fundosur në faj. Helena ndjen një lidhje të thellë me përvojën e Markos. Të dy e njohin peshën e mbajtjes së përgjegjësive vetëm, të marrjes së vendimeve të vështira duke menduar për mirëqenien e fëmijëve të tyre. Marko, a mund të bëj një pyetje personale? Mundeni. A nuk ke menduar kur të kesh një marrëdhënie me dikë tjetër? Ana gjithmonë pyet për këtë? Marko qesh me zë të ulët. Ana e bën këtë pyetje të paktën një herë në muaj. Ajo mendon se kam nevojë për një të dashur për të qenë i lumtur. Por e vërteta është se unë dhe Roza kishim diçka shumë të veçantë. Nuk po kërkoj ta zëvendësoj atë. Por do të ishe i hapur për diçka ndryshe? Pyetja mbetet në ajër mes tyre, e mbushur me një kuptim që të dy e njohin, por asnjëri nuk guxon ta shprehë ende. Ndoshta, Marko përgjigjet përfundimisht. Nëse do të ishte me personin e duhur. Dikush që do të kuptonte se Ana gjithmonë vjen në radhë të parë, se Roza gjithmonë do të jetë pjesë e historisë sonë. Ky person do të ishte shumë me fat, Helena thot butësisht. Ata ndërpriten nga Ana, e cila kthehet nga zona e banjos e veshur me pijame roz me vizatime një brirësh, flokët e saj të lagur që shkëlqenin në dritën e dhomës. Helena, a do të flesh këtu përsëri sot? Nëse baba yt nuk e ka problem. Të lutem, baba? Helena më bën të ndihem e sigurt. Marko shikon mes të dyjave dhe buzëqesh. Sigurisht. Helena mund të qëndrojë sa të ketë nevojë. Kur Ana shkon në shtrat, Helena ndihmon Markon të lajë enët e darkës. Kishte një familiaritet të rehatshëm në këtë aktivitet, sikur ta kishin bërë qindra herë më parë. Marko, Helena thot ndërsa than një tas, po sikur të humbas seancën nesër? Po sikur provat të mos jenë të mjaftueshme? Atëherë vazhdojmë të luftojmë. Një betejë e humbur nuk është një luftë e humbur. Por po sikur ai të marrë kujdestarinë e Kiarës? Po sikur. Marko ndalon së lar pjatat dhe kthehet nga ajo. Helena, ndalo. Ti po huazon vuajtje nga një e ardhme që ndoshta as nuk do të ndodhë. Si kështu? Roza më mësoi këtë kur Ana u sëmur shumë në moshën 4 vjeçare. Unë isha i tmerruar duke imagjinuar skenaret më të këqij, duke vuajtur për gjëra që ende nuk kishin ndodhur. Roza tha, Marko, ti mund të vuash sot për diçka të keqe që ndoshta do të ndodhë nesër, dhe pastaj të vuash përsëri nesër nëse vërtet ndodh. Ose mund të përdorësh atë energji për të luftuar problemin real të sotëm. Helena reflekton mbi këto fjalë. Dhe cili është problemi real i sotëm? Të sigurohesh që të jesh e përgatitur për seancën. Që të flesh mirë sonte. Që të zgjohesh nesër duke ditur se nuk je vetëm në këtë luftë. Ata mbarojnë larjen e enëve në një heshtje të rehatshme. Kur Marko shkon të shohë nëse Ana po flinte, e gjen vajzën ulur në shtrat, qartazi duke e pritur. Baba, a mund të tregoj një sekret? Sigurisht, e dashur. Më pëlqen Helena. Ajo është e sjellshme dhe nuk pretendon se kupton gjithçka rreth të qenit fëmijë. Dhe ajo ka sy të trishtuar, siç u bën syt e tu pasi u nda nga jeta mami. Marko ndjen zemrën t'i shtrëngohet. A mendon se sytë e mi janë të trishtuar? Ishin. Por që nga dje janë ndryshe. Sikur të kishe kujtuar si të buzëqeshësh vërtet. Perceptimi i Anës për ndjenjat e Markos është befasues dhe prekës.
Dhe si ndihesh me Helenën këtu? E lumtur. Shtëpia duket më e plotë. Ana shtrihet nën batanie. Baba, a mendon se Helena dhe Kiara do të jenë mirë? Mendoj se po, e dashur. Helena është një luftëtare, si ti. Si unë. Po. A e mban mend kur po mësoje të ngasje biçikletën dhe binje gjithë kohën, por vazhdoje të provoje? Ana qesh. E mbaj mend. Kisha gjunjë të ma vjosur për javë të tëra. Por nuk hoqe dorë. Helena është kështu gjithashtu. Mund të ketë rënë disa herë, por nuk heq dorë. Ana buzëqesh e përgjumur. Atëherë nesër ajo do të fitoj? Nesër ajo do të luftoj. Dhe pavarësisht rezultatit do të jetë më e fortë sepse e provoj. Kur Marko kthehet në dhomën e ndenjes, gjen Helenën duke organizuar disa dokumente në tavolinën e kafes, duke u përgatitur mendërisht për ditën tjetër. Si ndihesh? E ankthshme. Shpresë plot. Mirënjohëse. Helena e shikon me sinqeritet. Kryesisht mirënjohëse. Nuk e di si do ta kisha kaluar këtë vetëm. Nuk ishe e destinuar ta kaloje vetëm. Roza u sigurua për këtë. Helena buzëqesh. Ti vërtet beson se ajo na solli së bashku? Marko ulet pranë saj në divan, më afër se sa kishte qenë më parë. Besoj se njerëzit e mirë tërhiqen natyrshëm. Roza thjesht lehtësoi takimin. Marko, Helena thot me hezitim, më duhet të them diçka për nesër. Çfarë? Nëse gjërat shkojnë keq, nëse Viktori arrin atë që dëshiron, ndoshta më duhet të zhdukem për një kohë. Për të mbrojtur Kiarën, për të riorganizuar jetën time larg ndikimit të tij. Marko ndjen një shtrëngim në gjoks që nuk e priste. Po sikur gjërat të shkojnë mirë? Nëse shkojnë mirë, Helena buzëqesh me turp, do të doja shumë t'ju prezantoja Kiarën. Dhe ndoshta të zbuloj nëse ka vend në jetën tuaj për 2 persona të tjerë. Helena. Nuk ka nevojë të përgjigjeni tani, ajo thot shpejt. E di që është shumë herët që mezi njihemi. Por doja që të dinit se këto 2 ditë këtu ishin më të mirat që kam pasur prej shumë kohësh. Marko shikon në sytë e saj jeshil, duke parë brishtësi dhe shpresë në pjesë të barabarta. Për ne gjithashtu. Ana tashmë ka bërë plane për të prezantuar koleksionin e saj të gurëve me Kiarën. Helena qesh, një qeshje e sinqertë që ndriçon fytyrën e saj të mavijosur. Kiara i adhuron edhe gurët. Ka një koleksion kristalesh që gjeti në plazh. Atëherë do të shkojnë mirë. Po ne? Marko merr dorën e Helenës butësisht. Mendoj se Roza do ta miratonte. Dhe nëse Roza miraton, unë besoj. Helena ndjen lotët e lehtësimit t'i digjen në sy. Për herë të parë pas muajsh, e ardhmja duke i plot mundësi në vend të vetëm kërcënimeve. Marko, a mund të kërkoj një favor? Çdo gjë. Nëse nesër shkon keq, kujdesu për kujtimet e mira që krijuam këtu. Mos lejo që trishtimi t'i fshijë momentet e lumtura. Marko i shtrëngon dorën më fort. Nuk do të shkoj keq. Por nëse shkon, premtoj se Ana dhe unë do të kujtojmë si gruan e guximshme që përballoi frikrat e saj për dashurinë ndaj vajzës. Helena përkulet dhe e puth faqen e Markos butësisht. Faleminderit. Për gjithçka. Kur më në fund ndahen për të fjetur, të dy mbajnë në zemër ndjenjen se jetët e tyre kishin ndryshuar përgjithmonë në 2 ditët e fundit. Dhe se, pavarësisht se çfarë do të ndodhte në seancë, ata kishin gjetur diçka të çmuar tek njëri tjetri. Mëngjesi i seancës zbardh i vrenjtur me një shi të imët që pasqyron tensionin në ajër. Helena zgjohet para alarmit pas një nate gjumi të ndërprerë nga ëndra ankthuese. Aroma e kafes së fortë dhe e tostit e udhëzon drejt kuzhinës, ku gjen Markon duke përgatitur një mëngjes të bollshëm. Mirë mëngjes, thot ai me një buzëqeshje inkurajuese. Flete mirë? Pak a shumë. Helena pranon filxhanin e kafes që ai ofron, duke vënë re se ai e mbante mend si e pëlqente ajo, e fortë dhe pa sheqer. Po ti? Ana më zgjoi në 5 të mëngjesit duke dashur të dinte nëse ti ishe ende këtu. Ishin shqetësuar se mos kishe ikur gjatë natës. Sikur të kishte dëgjuar emrin e saj, Ana shfaqet në kuzhinë ende me pijame, duke mbajtur një dosje shkollore me ngjyra. Helena. Kam diçka për ty. Ajo hap dosjen dhe nxjerr një flet letre të palosur me kujdes.
Është vizatimi që bëra dje, por i përmirësuar. Helena shpalos letrën dhe ndjen zemrën t'i shtrëngohet. Vizatimi tani tregon 4 figura: Marko, Ana, Helena dhe një vajzë më e vogël që duhet të jetë Kiara, të gjitha duke mbajtur duart poshtë një dielli të shndritshëm. Në krye të fletës, Ana kishte shkruar me shkronja të rregullta: familjet bëhen nga dashuria, jo nga gjaku. Ana, Helena përshpërit duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës. Kjo është e mrekullueshme. Që të mos harrosh se ke njerëz këtu që kujdesen për ty, Ana shpjegon seriozisht. Baba më mësoi se kur vërtet kujdesemi për dikë, qëndrojmë pranë atij personi në momentet e vështira. Helena përqafon Anën me kujdes, duke u përpjekur të mos derdh lot mbi vizatim. Faleminderit, e dashur. Do ta ruaj këtë për gjithmonë. Dhe do të fitosh sot? Do të luftoj sa më mirë që të mundem. Ana buzëqesh e kënaqur. Atëherë do të fitosh. Baba gjithmonë thot se kur luftojmë për atë që është e drejtë, gjithmonë fitojmë diçka, edhe nëse nuk është pikërisht ajo që prisnim. Një orë më vonë, Marko e lë Anën në shkollë dhe vazhdon me Helenën për në gjykatën e kryeqytetit. Ndërtesa është impozante, me kolona mermeri dhe shkallë që frikësojnë. Helena merr frymë thellë para se të ngjitet shkallëve, duke mbajtur fort dosjen me të gjitha provat. Mos harro, Marko thot para se të ndahen në hyrje, ti nuk je vetëm. Roza është me ty, unë jam me ty, Ana është me ty. Po sikur të mos jetë e mjaftueshme? Marko i merr duart e saj në të tia. Do të jetë. Por edhe nëse nuk është, ti do ta dish që bëre gjithçka që mundje. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Brenda gjykatës, Helena gjen avokatën e saj, avokatën Fiona, një grua në moshë të mesme me flokë të thinjur dhe shikim depërtues. Ajo shqyrton dokumentet që Helena kishte sjell me shprehje miratimi në rritje. Kjo është edhe më mirë se sa imagjinova, Fiona murmurit duke shfletuar regjistrimet e transkriptuara. Me këto prova, jo vetëm që mund të mbrohemi, por mund të kundërsulmojmë me forcë të plotë. Avokatja Fiona, Helena thot nervozisht, më duhet të dini se nuk dua ta shkatërroj Viktorin. Dua vetëm vajzën time mbrapsht dhe jetën time në paqe. E kuptoj pozicionin tuaj, por duhet t'i tregojmë gjykatësit seriozitetin e situatës. Viktori orkestroi një fushat sistematike shkatërimi kundër jush. Kjo nuk mund të kaloj pa u vënë re. Kur hyn në sallën e gjyqit, Viktori tashmë është aty me 2 avokatët e tij, burra me kostume të shtrenjta dhe shprehje të sigurta. Viktori është i patëmet, si gjithmonë, por Helena vëren shenja tensioni në qëndrimin e tij. Qartazi ai nuk priste që ajo të shfaqej e përgatitur. Gjykatësi Aron Saleni është një burr rreth 50 vjeç me mjekër të thinjur dhe shikim të vëmendshëm. Ai shqyrton shpejt dosjet para se të thërasë seancën në rregull. Jemi këtu për të shqyrtuar kërkesën emergjente të zë Viktor Karmin, i cili kërkon kujdestarinë e përkohshme të vajzës së tij të mitur, duke pretenduar paqëndrueshmëri emocionale të nënës, njofton gjykatësi. Zë Viktor, mund të paraqisni argumentet tuaja. Viktori ngrihet me besimin e atij që beson se fitoren e ka të garantuar. I nderuar gjykatës, ish gruaja ime ka shfaqur sjellje të çrregullt dhe paranojake në javët e fundit. Ajo u zhduk nga shtëpia për 2 ditë pa dhënë shpjegime për vendodhjen, ka bërë akuza të pabaza kundër meje dhe palëve të treta, dhe sipas raportit mjekësor që kemi bashkëngjitur në dosje, shfaq shenja të qarta të paqëndrueshmërisë emocionale që rrezikojnë mirëqenien e vajzës son. Ai gestikulon dramatikisht ndërsa flet, duke pikturuar Helenën si një grua të çbalancuar dhe të rrezikshme. Kam frikë për sigurinë e Kiarës, i nderuar gjykatës. Një nën që sheh komplotet aty ku nuk ekzistojnë nuk ofron mjedis të sigurt për rritjen e një fëmije. Kur Viktori mbaron, gjykatësi kthehet nga Fiona. Avokatja Fiona, dëshironi të shpreheni? Fiona ngrihet qetësisht. Po, i nderuar gjykatës. Por më parë do të doja të paraqisja disa prova që sapo na kanë ardhur në dijeni. Ajo i afrohet tryezës së gjykatësit me një dosje të organizuar. Atë që zë Viktor e quan paranoj, në të vërtet është rezultat i një fushate sistematike persekutimi dhe intimidimi që ai vetë e orkestroi kundër klientes sime. Avokati i Viktorit ngrihet pa pritur. Shkëlqesi, këto prova të supozuara nuk janë paraqitur brenda afatit ligjor. Doktor, gjykatësi e ndërpret me zë të fortë, këto prova janë në interes të drejtësisë dhe do të analizohen. Vazhdoni, avokatja Fiona.
Fiona kthehet nga Helena me një tundje koke inkurajuese. I nderuar gjykatës, do të doja të thërrisja klienten time për të dëshmuar. Helena ngrihet me këmbë të dridhura, por me vendosmëri në zemër. Ajo prek vizatimin e anës të palosur në xhepin e saj dhe merr frym thellë. Zonja Helena, Fiona fillon, a mund të na tregoni çfarë ndodhi vërtet në javët e fundit? Helena shikon drejt për drejt gjykatësin, duke injoruar shikimin frikësues të Viktorit. I nderuar gjykatës, prej muajsh jam vëzhguar, persekutuar dhe intimiduar nga ish burri im. Ai sabotazhi makinën time duke shkaktuar një aksident që mund të kishte qenë fatal, mbolli raporte mjekësore të falsifikuara për të vënë në dyshim shëndetin tim mendor, dhe dje arriti deri aty sa të kërcënonte vajzën tonë. Ajo nxjerr celularin nga çanta. Kam këtu regjistrimin e bisedës së djeshme, ku ai qartazi më kërcënon. Me autorizim të gjykatësit, Fiona riprodhon regjistrimin. Zëri i Viktorit jehoi qartë në sallë, mund të bëj gjëra shumë më të këqija se sa të bëj një foto të vajzës son, mund të garantoj që ajo të rritet duke ditur se çfarë lloj nëne të paqëndrueshme dhe të rrezikshme jeti në të vërtetë. Heshtja në sallë ishte shurdhuese. Viktori ishte dukshëm i zbetë, duke kuptuar se arroganca e tij e kishte tradhtuar. Zonja Helena, gjykatësi pyet direkt, ku keni qenë në 2 ditët e fundit? Në shtëpinë e miqve, i nderuar gjykatës. Njerëz që më strehuan kur nuk kisha ku të shkoja, që më ndihmuan të organizoja këto prova dhe më dhan guximin për të qenë këtu sot. Dhe pse u vonuat kaq shumë për t'i paraqitur këto prova? Helena gëlltitet. Frikë, shkëlqesi. Frikë nga ajo që ai mund t'i bënte Kiarës nëse e përballoja. Por kuptova se të qëndroja në heshtje vetëm po I lejoja atij të vazhdonte të më shkatëronte sistematikisht. Gjykatësi kthehet nga Viktori. Zë Viktor, dëshironi të shpreheni për këto regjistrime? Viktori përshpërit diçka avokatit të tij para se të përgjigjet. I nderuar gjykatës, kjo regjistrim është nxjerrë nga konteksti. Unë isha I shqetësuar për mirëqenien e vajzës sime. Zë Viktor, gjykatësi e ndërpret ashpër, ju kërcënuat të përdorni vajzën tuaj si armë kundër nënës së saj. Kjo është e qartë në regjistrim. Nuk ka kontekst që justifikon një sjellje të tillë. Viktori përpiqet të argumentoj, por gjykatësi ngre dorën për ta heshtur. Përveç kësaj, dokumentet e paraqitura nga mbrojtja tregojnë një model sjelljeje abuzive dhe manipuluese që nuk mund të injorohet. Gjykatësi bën një pauzë për një moment duke organizuar letrat para tij. Do të tërhiqem për analizën e provave. Kthehemi pas një ore. Gjatë pushimit, Helena dhe Fiona presin në korridor. Helena është dukshëm nervoze, duke ecur para mbrapa. Si mendon se po shkon? Helena pyet. Më mirë se sa prisja, Fiona përgjigjet sinqerisht. Gjykatësi është qartazi I shokuar nga provat. Viktori u var me litarin e tij duke bërë këto kërcënime të regjistruara. Po sikur të përpiqet diçka kundër Kiarës për hakmarrje? Ai nuk do të provojë asgjë. Pas sot, çdo lëvizje e dyshimit e tij do të monitorohet nga afër. Kur kthehen në sallë, gjykatësi ka një shprehje të rreptë. Viktori është dukshëm I tensionuar, ndërsa Helena ndjen një qetësi të çuditshme që e pushton. Pas analizës së kujdesshme të provave të paraqitura, gjykatësi njofton, vendosi vijon, kërkesa emergjente e zë Viktor refuzohet. Provat tregojnë qartë se paqëndrueshmëria e pretenduar e zonjës Helena është rezultat I persekutimit sistematik të orkestruar nga vetë paditësi. Viktori zbehet, por gjykatësi nuk kishte mbaruar. Përveç kësaj, urdhëroi që zë Viktor të mbajë një distancë minimale prej 500 metrash nga zonja Helena dhe vajza e saj, përveç gjatë vizitave të mbikëqyrura të caktuara paraprakisht. Urdhëroi gjithashtu që të hapet një hetim penal për të zbardhur krimet e persekutimit, kërcënimit dhe dëmtimit të pronës të evidentuara në dosje. Helena ndjen këmbët t'i lëshojnë nga lehtësimi. Fiona e mbështet diskretisht ndërsa gjykatësi vazhdon. Kujdestaria e të miturës Kiara mbetet tek nëna dhe rekomandojnë ndjekje psikologjike për të gjithë familjen për të përpunuar traumat e shkaktuara nga kjo situatë. Kur dalin nga gjykata, Helena mezi e beson ende se kishte fituar. Fiona e përqafon me një buzëqeshje rrezatuese. Ti ishe e mrekullueshme atje brenda, avokatja thotë. Të flasësh me aq qartësi edhe nën presion ishte thelbësore. Nuk isha vetëm, Helena përgjigjet duke prekur vizatimin e anës në xhepin e saj. Kisha njerëz që më mbështesnin.
Në parking, ajo telefonon Markon me njëherë. Si shkoj, a I përgjigjet me ankth. Fituam, Helena thot, dhe pastaj fillon të qaj, lot lehtësimi, mirënjohjeje dhe shprese. Fituam, Marko. Mund ta marr Kiarën sot. Helena, kjo është e mrekullueshme. Gëzimi në zërin e Markos është ngjitës. Ana do të jetë e ngazëllyer. Marko, Helena thot mes lotësh, a mund të kërkoj edhe diçka? Çdo gjë. Ti dhe Ana dëshironi të vini me mua të marrim Kiarën? Dua që ajo të njohë njerëzit që u kujdesën për mamin e saj kur ajo kishte më shumë nevojë. Pauza në anën tjetër të linjës është e mbushur me emocion. Do të ishte një nder, Marko përgjigjet përfundimisht. Helena e mbyll telefonin dhe shikon qiellin e vrenjtur, I cili tani dukej se po fillonte të kthjellohej. Për herë të parë pas muajsh, e ardhmja shkëlqente me mundësi të pafundme. Udhëtimi drejt kryeqytetit ishte ndryshe nga çdo tjetër që Helena kishte bërë. Për herë të parë pas muajsh, ajo nuk po ikte nga diçka, por po shkonte drejt diçkaje të mrekullueshme. Marko voziste qetësisht ndërsa Ana fliste e emocionuar në sediljen e pasme, duke bërë 1000 pyetje për Kiarën. A I pëlqen të vizatoj? Cila është ngjyra e saj e preferuar? A di të ngas biçikletën? A ka ndonjë kafshë shtëpiake? Helena qesh, një qeshje e sinqert që I tingëllonte e çuditshme edhe asaj vet pas kaq shumë kohësh. Ajo adhuron të vizatoj, veçanërisht peizazhe. Ngjyra e preferuar është vjollca, si vjollcat. Ende po mëson të ngas biçikletën dhe ka një hamster të quajtur Topi. Topi. Ana duar troket. Çfarë emri qesharak? A mund ta takoj edhe Topin? Marko shikon nga pasqyra. Ana, qetësohu. Do ta takojmë Kiarën së pari, pastaj shohim pjesën tjetër. Më fal, baba. Thjesht jam shumë e emocionuar. Helena kthehet në sedilje për të parë Anën. Edhe unë jam e emocionuar, e dashur. Dhe pak nervoze gjithashtu. Pse nervoze? Sepse kanë kaluar 3 javë që nuk e kam parë vajzën time. Kjo është shumë kohë kur je 9 vjeç. Ana reflekton mbi këtë me seriozitet. Kur baba qëndronte shumë kohë larg për shkak të punës, unë kisha frikë se mos ai më kishte harruar. Por ai gjithmonë kthehej I njëjtë. Dhe si e dije se ai nuk të kishte harruar? Ai më përqafonte në mënyrën e veçantë, këndonte këngën tonë në kohën e gjumit dhe mbante mend të gjitha gjërat e vogla që unë I kisha treguar atij. Ana buzëqesh. Nënat nuk I harrojnë këto gjëra. Thjeshtësia e vëzhgimit të Anës e prek thellë Helenën. Fëmijët kanë një mënyrë unike për të shkuar drejt për drejt në thelbin e çështjeve. Kur arrin në apartamentin e motrës së Helenës, Olivia, nervozizmi rritet. Helena merr frym thellë para se të bjerë zilen, duke mbajtur dorën e Markos për t'i dhënë vetes guxim. Olivia hap derën me një buzëqeshje lehtësimi të madh. Helena. Ajo përqafon motrën e saj fort. Kur telefonove duke thënë se kishe fituar, mezi besova. Edhe unë mezi besova, Helena pranon. Olivia, këta janë Marko dhe Ana, miq që më ndihmuan. Olivia përshëndet Markon me mirënjohje të dukshme. Nuk di si t'ju falenderoj që u kujdeset për motrën time. Nuk ka nevojë të falenderoni, Marko përgjigjet. Ishte një privilegj. Dhe ti duhet të jesh Ana, Olivia ulet në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës. Kiara është shumë kureshtare të njohë. Ajo kaloi gjithë ditën duke pyetur si do të ishte vajza që vizatoi ju të gjitha së bashku. Ana buzëqesh me turp, duke u bërë papritur më e turpshme tani që kishte ardhur momenti. Ku është ajo? Helena pyet, mezi duke përmbajtur ankthin. Në dhomë, duke organizuar vizatimet që bëri për ty, ajo dëshiron t'i tregoj të gjitha. Olivia I udhëzon ata nëpër dhomën e ndenjes deri në një korridor të shkurtër. Kiara, ajo thërret butësisht, mami ka ardhur. Dera e dhomës hapet ngadalë dhe shfaqet një vajzë 9 vjeçare. Kiara ka flok kafe të errët si Helena, sy jeshil të shndritshëm dhe një shprehje të kujdesshme që I kujton nënën. Ajo ndalon te dera, duke vëzhguar grupin e njerëzve në dhomë. Përshëndetje, e dashur, Helena thot me zë të ulët, duke u ulur në dysheme. Kiara e vështron për një moment që duket I përjetshëm. Helena mund të shite fëmijën duke vlerësuar, duke kontrolluar nëse nëna ishte vërtet mirë, nëse ishte e sigurt të vraponte në krahët e saj.
Mami, Kiara përshpërit përfundimisht, a je më mirë? Jam shumë më mirë, princesha ime. Dhe tani mund të kujdesem përsëri për ty. Kjo është gjithçka që Kiarës i duhet të dëgjoj. Ajo vrapon në përdhom dhe hidhet në krahët e Helenës, e cila e përqafon sikur nuk do ta lëshonte më kurrë. Më kishte marrë malli, Kiara murmurit në veshin e nënës. Edhe mua më kishte marrë malli për ty, e dashur. Çdo sekond të çdo dite. Marko vështron takimin me një buzëqeshje të emocionuar, duke kujtuar si reagonte Ana kur ai kthehej nga udhëtimet më të gjata të punës. Ana është pranë tij, duke vëzhguar gjithashtu me kureshtje respektuese. Pas disa minutash përqafimesh dhe lotësh të lumtur, Helena largohet pak për të parë fytyrën e vajzës. Kiara, dua që të njohësh njerëzit që u kujdesën për mamin kur ajo kishte më shumë nevojë. Kiara kthehet nga Marko dhe Ana, duke mbajtur ende fort dorën e nënës. Ky është Marko dhe kjo është Ana. Ata më dhanë një vend të sigurt për të qëndruar dhe më ndihmuan të bëhesha përsëri e guximshme. Faleminderit, Kiara thot seriozisht, me formalitetin e fëmijëve në momente të rëndësishme. Faleminderit që u kujdeset për nënën time. Ana bën një hap përpara. Përshëndetje, Kiara. Kam sjell diçka për ty. Ajo shtrin një pako të vogël letre me ngjyra. Është një gur i veçantë që gjeta në plazh. Baba tha se gurët mbajnë energji të mirë. Kiara pranon dhuratën me kujdes, duke e shpalosur ngadalë. Brenda ka një gur të lëmuar dhe të rumbullakët, me ngjyrë blu-gri me vena të bardha. Është e bukur, Kiara përshpërit. Faleminderit. Dëshiron të shohësh koleksionin tim të kristaleve, ajo pyet Anën. Janë në dhomë. Ana shikon Markon, i cili tund kokën në shenjë miratimi. Do të më pëlqente. Të dyja vajzat zhduken në korridor, duke lënë të rriturit në dhomë. Olivia shërben kafe ndërsa Helena tregon të gjitha detajet e seancës. Ende nuk mund ta besoj se ka mbaruar, Helena thot, duke pranuar filxhanin e kafes. Për kaq shumë kohë mendoja se Viktori do të ishte gjithmonë një hap përpara. Ai ju nëmblersoi, Marko vëren. Mendonte se do të qëndronit gjithmonë në mbrojtje. Do të kisha qëndruar, po të mos ishit ju. Helena shikon Markon me mirënjohje. Ti më mësove se ndonjëherë e vetmja mënyrë për të mbrojtur ata që duam është të përballesh me rrezikun ballë për ballë. Nga dhoma e vajzave dëgjohen të qeshura dhe biseda të animuara. Olivia buzëqesh. Nuk e kam dëgjuar Kiarën të qesh kështu për javësh. Ajo ishte aq e shqetësuar për ty. Si po e përballonte ajo mungesën time? Më mirë se sa prisja, në fakt pyeste për ty çdo ditë, por nuk ishte e palumtur. Mendoj se, thellë, ajo e dinte se ti do të ktheheshe. Marko dëgjon bisedën duke menduar si do të reagonte Ana nëse ai do të duhej të largohej për një kohë. Besimi që fëmijët kanë të prindërit është njëkohësisht frymëzues dhe frikësues. Helena, Olivia thot me hezitim, a mund të pyes çfarë do të ndodh tani? Do të ktheheni në shtëpi? Helena shkëmben një shikim kuptimplot me Markon. Në fakt, po mendoj të bëj disa ndryshime. Kompania ka nevojë për një ristrukturim pas gjithçkaje që ndodhi dhe... Ajo heziton. Dhe... Marko inkurajon. Dhe zbulova se jeta që mendoja se doja ndoshta nuk është jeta që vërtet më bën të lumtur. Olivia rudh vetullat. Si kështu? I jetova 2 ditët e fundit në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Mëngjes me familjen, biseda të sinqerta, kujdes reciprok pa motive të fshehta. Dhe kuptova se kjo thjeshtësi më bën më të lumtur se të gjitha kontratat milionere që kam nënshkruar ndonjëherë. Po mendon të zhvendosesh? Helena shikon Markon. Po mendoj të filloj nga e para. Në një vend ku Kiara mund të rritet e sigurt, ku unë mund të rindërtoj kompaninë duke u fokusuar në atë që vërtet ka rëndësi. Dhe cili do të ishte ky vend? Marko pyet, megjithse buzëqeshja e tij sugjeron se ai tashmë e di përgjigjen. Një vend ku ka njerëz që besojnë se familjet bëhen nga dashuria, jo nga gjaku. Para se Marko të mund të përgjigjet, të dyja vajzat kthehen duke vrapuar në dhomë, secila duke mbajtur letër dhe shkumsa me ngjyra. Do të vizatojmë së bashku. Ana njofton. Kiara do të më mësoj të vizatoj peizazhe dhe unë do t'i mësoj asaj të vizatoj njerëz. Dhe ku do të vizatojmë? Helena pyet.
Në tryezën e kuzhinës, si një familje e vërtet, Kiara përgjigjet dhe ka një natyrshmëri në zërin e saj që befason të gjithë të rriturit. Ata vendosen rreth tryezës së Olivias dhe Helena vështron vajzat, sepse tashmë e mendon Anën në këtë mënyrë, duke bashkëpunuar në vizatimet e tyre. Kiara tregon me durim si të bëj pemë që duken reale, ndërsa Ana mëson truket për të vizatuar shprehje fytyre. Kiara, Marko pyet ndërsa vizaton një diell në cepin e fletës së tij, a të pëlqejnë petullat? I dua petullat. Pse? Sepse bëj petullat më të mira në botë. Ana mund ta konfirmoj. Ana qesh. Është e vërtetë. Baba bën petulla në formë kafshësh. Çfarë kafshësh? Flutura, mace, ndonjëherë elefant kur ai ndihet guximtar. Kiara shikon Helenën me sy që i shkëlqejnë. Mami, a mund t'i provoj petullat e Markos? Nëse ai nafton, sigurisht. Marko dhe Helena shkëmbejnë vështrime mbi kokat e vajzave dhe ka një komunikim të heshtur mes tyre. Po nesër? Marko sugjeron. Mund të vini të hani mëngjes me ne. Dhe pastaj mund t'i tregoj Kiarës koleksionin tim të gurve, Ana shton e emocionuar. Dhe koleksionin tim të kristaleve Anës, Kiara plotson. Helena ndjen zemrën tim mbushet me lumturi. Mendoj se do të ishte e mrekullueshme. Olivia vështron ndërveprimin me një buzëqeshje njohëse. Helena, ajo përshpërit kur vajzat janë të shpërqendruara me vizatimet, ti je e dashuruar. Jam e dashuruar me shumë gjëra, Helena përgjigjet me zë të ulët. Me mundësinë e një të ardhmeje ndryshe, me idenë e një familjeje të zgjeruar, me shansin që Kiara të rritet me dashuri të pakushtëzuar përreth. Dhe me Markon? Helena shikon burrin që i ndryshoi jetën në vetëm disa ditë. Ai po ndihmonte me durim Kiarën të vizatonte një mace, zëri i tij i butë dhe inkurajues, gjestet e tij të buta dhe të sigurta. Po, ajo pranon. Edhe me Markon. Kur vjen koha për t'u ndarë, Kiara përqafon Anën sikur të ishin shoqe të vjetra. Shihemi nesër, Ana thot. Do të bëj një vizatim special për ty. Edhe unë do të bëj një për ty, Kiara premton. Në makinë, duke u kthyer në shtëpi, Helena mban dorën e Kiarës dhe vështron Anën në sediljen e pasme, e cila kishte rënë në gjumë e përqafuar me një nga vizatimet që Kiara i bëri asaj. Marko, Helena thot me zë të ulët për të mos zgjuar Anën, faleminderit. Pse? Që më dhe një familje kur kisha më shumë nevojë. Që më tregove se dashuria nuk ka kufi apo kushte. Që je pikërisht ai që je. Marko i shtrëngon dorën. Faleminderit që na besove. Që na le të kujdeseshim për ty. Kiara, e cila kishte vëzhguar ndërveprimin mes të rriturve me kureshtje, buzëqesh. Mami, më pëlqen ai. Edhe mua, e dashur. Edhe mua. 6 muaj më vonë. Aroma e petullave në formë fluture e zgjon Helenën në një mëngjes të shtunë me diell. Ajo buzëqesh para se të hapë syt, duke njohur tingujt familjar të shtëpisë, Marko duke kënduar me zë të ulët në kuzhinë, Ana dhe Kiara duke qeshur në dhomën ngjitur, zhurma e butë e pjatave që po organizoheshin. Në 6 muaj, jeta e saj ndryshoi plotësisht. Kompania u ristrukturua me fokus në projekte komunitare, ajo dhe Kiara u zhvendosën në një shtëpi vetëm 2 bloqe larg Markos dhe Anës, dhe ajo që filloi si një strehim emergjence lulëzoi në diçka shumë më të madhe. Mirëmëngjes, përgjumëshe, Marko shfaqet në derën e dhomës me një filxhan kafe, duke veshur përparsen qesharake me vizatime macash që Kiara ja kishte bler muajin e kaluar. Mirëmëngjes edhe ty, Helena përgjigjet duke pranuar kafen dhe duke e tërhequr për një puthje mëngjesi. A janë zgjuar vajzat? U zgjuan në 6 të mëngjesit duke planifikuar ndonjë aventurë në park. Diçka rreth ndërtimit të një shtëpie në pemë, në fakt një fortesë me degë që gjetën dje. Helena qesh. Misia mes Anës dhe Kiarës u zhvillua në mënyrë natyrale dhe intensive. Ato u bën motra me zgjedhje, duke kaluar fundjavat së bashku, duke ndarë sekrete dhe ëndra, duke krijuar një bashkëpunim që e mbush zemrën e Helenës me gëzim. Dhe si është projekti i Ojqës? Marko pyet duke u ulur në buzë të shtratit. Më mirë se sa imagjinova. Tashmë kemi 12 familje në programin e strehimit të përkohshëm dhe 3 gra kanë arritur të rikuperohen plotësisht dhe të jetojnë përsëri në mënyrë të pavarur. 3 muaj më parë, Helena mori vendimin për të transformuar një pjesë të përvojës së saj personale në ndihmë për gra të tjera.
Ajo krijoi një ujë për strehimin e grave në situata të cenueshme, duke ofruar strehim të përkohshëm, mbështetje ligjore dhe, kryesisht, një rrjet mbështetjeje emocionale. Avokatja Fiona tha se çështja e Viktorit do të shkojë në gjyq muajin tjetër? Helena tund kokën. Po, por nuk jam më e shqetësuar për këtë. Ai humbi të gjithë fuqinë që kishte mbi mua. Tani është vetëm çështje drejtësie. Viktori u përpoq me disa manovra ligjore në muajt pas seancës, por të gjitha u refuzuan. Hetimi penal zbuloi një model sjelljeje abuzive që shtrihej përtej marrëdhënies me Helenën, duke përfshirë edhe ish të dashura të tjera që u inkurajuan të flisnin pasi pan Helenën të fitonte në gjykatë. Mami. Marko. Kiara shfaqet duke vrapuar në dhomë, e ndjekur nga Ana. A mund të ham mëngjes në obor? Është shumë bukur jashtë. Sigurisht, princesh, Helena përgjigjet. Por së pari ju ndihmoni të rregulloni tavolinën. E kemi rregulluar tashmë. Ana njofton krenare. Madje kemi vendosur lule që mblodhëm në kopshtin e zonjës Roza. Zonja Roza, fqinja e moshuar e Markos, u bë një lloj gjysheje e adoptuar për vajzat. Ajo I mëson Kiarës si të kujdeset për bimët dhe tregon histori të vjetra Anës, duke krijuar një rrjet afektiv komunitar që Helena kur nuk e kishte imagjinuar të mundshëm. Mëngjesi në obor shndërrohet në një festival të vogël. Petullat në formë fluture gëlltiten me entuziazëm, ndërsa vajzat tregojnë planet e tyre të hollësishme për ditën. Helena vështron skenën me mirënjohje të heshtur, ende ndonjëherë mezi duke besuar se kjo është vërtet jeta e saj tani. Helena, Marko thot me zë të ulët ndërsa vajzat vrapojnë për të luajtur në obor, a mund të them diçka? Sigurisht. Kam ëndërruar Rozën mbrëm. Ajo buzëqeshte, duke thënë se ishte krenare për ne. Helena I kap dorën mbi tavolinë. Në muajt e fundit, ata kishin mësuar ta përfshinin kujtimin e Rozës në familjen e tyre të re në një mënyrë të shëndetshme dhe të dashur. Roza nuk është një hije e së kaluarës, por një pranidashurie që bekon të tashmen. Çfarë tha tjetër? Që Ana më në fund ka figurën amërore që meritonte, që Kiara gjeti një familje që e do pa kushte dhe që unë. Ai heziton. Dhe që ti? Që unë më në fund kuptova se zemra nuk ka kufi. Që të dua ty dhe vajzat nuk pakson dashurinë që kam për të. Helena ndjen lotët t'i digjen në sy. Ajo kishte të drejtë. Zemra vetëm rritet. Helena, Marko thot papritur, duke u ngritur në këmbë dhe duke nxjerrë diçka nga xhepi, kam një pyetje që dua ta bëj prej javësh. Helena e shikon e habitur ndërsa ai ulet në gjunjë pranë karriges së saj, duke mbajtur një kuti të vogël prej kadifeje. Marko. E di që është ende herët. E di që historia jon filloi në një mënyrë jo konvencionale. Por e di gjithashtu se ti dhe Kiara sollet një dritë në jetët tona që nuk ekzistonte më parë. Ai hap kutin duke zbuluar një unas të thjesht por shumë të bukur, me një gur të gjelbër që I kujton sytë e Helenës. Dëshiron të martohesh me mua? Dëshiron ta shndërrosh këtë familje me zgjedhje në një familje zyrtare? Helena shikon unazën, pastaj Markon, pastaj vajzat që luajnë në obor, Ana duke I mësuar Kiarës të bëjë rrotullime në bar. Skena është kaq perfekte, kaq plot dashuri dhe mundësi, saqë mezi arrin të flasë. Po, ajo përshpërit, pastaj më lart, po, dua. Marko I rrëshqet unazën në gisht me duar pak të dridhura. Ka edhe diçka tjetër. Fola me Anën për këtë dje dhe ajo ka një pyetje për Kiarën. Sikur të kishte dëgjuar emrin e saj, Ana shfaqet duke vrapuar, duke mbajtur një pako të vogël me ngjyra. Kiara. Eja këtu. Kam diçka të rëndësishme për të dhënë. Kiara afrohet kurioztare, ndërsa Helena dhe Marko vështrojnë me buzëqeshje të mëdha. Kiara, Ana thot seriozisht, baba dhe Helena do të martohen dhe do të jemi një familje e vërtetë. Prandaj dua të jap këtë. Ajo I jep pakon Kiarës, e cila e hap me kujdes. Brenda ka një byzylyk të thjesht me dy gur të vegjël, një blu dhe një vjollc. Guri blu jam unë, vjollca je ti. Që të mbash mend se tani jemi motra për gjithmonë. Kiara shikon byzylykun, pastaj Anën, pastaj të rriturit që vështrojnë të emocionuar. Për gjithmonë vërtet, ajo pyet. Për gjithmonë vërtet, Ana konfirmon. Me zënka motrash dhe gjithçka. Kiara qesh dhe përqafon Anën fort. Atëherë pranoj të jem motra jote. Helena ndjen zemrën ti mbushet.
Në më pak se një vit, jeta e saj kaloi nga një makt persekutimi dhe frike në një ëndër dashurie dhe familjeje. Marko, ajo thot me zë të ulët ndërsa vështrojnë vajzat që luajnë së bashku, kam diçka që dua të bëj. Çfarë? Dua që martesa jon të bëhet në ujyqë. Dua që gratë që po ndihmojmë të shohin se është e mundur të fillosh nga e para, se është e mundur të gjesh dashuri dhe lumturi pas traumës. Marko buzëqesh. Perfekte. Dhe dua që të jetë e thjesht me njerëzit që vërtet kanë rëndësi. A mund të jenë vajzat shoqëruese tona të nusës? Sigurisht. Dhe Ana tashmë ka thënë se dëshiron të mbajë një fjalim. Helena qesh. Për çfarë? Për atë se si familjet bëhen nga dashuria, jo nga gjaku. Me sa duket është tema e saj e preferuar tani. 3 muaj më vonë, në një pasdite me diell vjeshte, Helena dhe Marko martohen në kopshtin e ojqës që ajo krijoi. Është një ceremoni e vogël dhe intime, me Anën dhe Kiarën si shoqëruese të nusës, zonjën Roza si shoqëruese nderi dhe 12 gra që ojqja ndihmoi si të ftuara speciale. Kur gjykatësi i paqes pyet nëse Helena pranon Markon si burr, ajo shikon burrin që e strehoi kur ajo kishte më shumë nevojë dhe thot me zë të fortë dhe të qartë. Pranoj. Pranoj ty, pranoj Anën, pranoj këtë familje që kemi ndërtuar së bashku në dashuri dhe besim reciprok. Kur Marko bën të njëjtat premtime për të dhe Kiarën, nuk ka sy të thatë në turmën e vogël. Ana mban fjalimin e saj të premtuar, duke folur se si babai i saj e mësoi se të ndihmosh njerëzit është ajo që na bën njerëz, dhe si Helena mësoi se guximi nuk është mungesa e frikës, por të bësh atë që është e drejtë edhe me frikë. Dhe tani, Ana përfundon me seriozitetin e 10 viteve të saj, jemi një familje e plotë. Baba ka dikë për të folur për gjërat e të rriturve, unë kam një motër për të ndarë sekrete, Kiara ka një baba që bën petulla në formë kafshësh, dhe të gjithë ne kemi dashuri të mjaftueshme për të zgjatur për gjithmonë. Festa e improvizuar zgjat deri në fund të pasdites, me muzikë, valle dhe shumë histori të ndara. Helena vështron familjen e saj të re të përzier me familjen e saj të zgjedhur, gratë e ojqës, fqinjet, avokatën Fiona që u bë shoqe personale, dhe ndjen një mirënjohje të thellë për çdo zgjedhje që e solli deri këtu. Kur bie nata, Marko, Helena, Ana dhe Kiara kthehen në shtëpi së bashku. Vajzat bien në gjumë në sediljen e pasme të kamionçinës, të lodhura por të lumtura, ndërsa Helena vështron unazën që shkëlqen në dritën e shtyllave të rrugës. Marko, ajo thot me zë të ulët, faleminderit. Pse? Që hape derën atë natë. Që zgjodhe të ndihmosh një të huaj të dëshpëruar. Marko i kap dorën dhe ja shtrëngon butësisht. Ti nuk ishe e huaj. Ishe familje që ende nuk e kishim njohur. Helena buzëqesh duke parë vajzat që flinin qetësisht në sediljen e pasme. Roza zgjodhi mirë kur të zgjodhi ty. Ajo zgjodhi mirë kur na solli njëri tjetrit gjithashtu. Kur arrin në shtëpi, i çojnë vajzat e përgjumura në dhomat e tyre, tani të ndara mes 2 shtëpive që ishin bërë një shtëpi e zgjeruar. Helena prek vizatimin e inkuadruar në murin e korridorit, i njëjti që Ana bëri natën e parë, tani i përditësuar për të treguar 4 figura duke mbajtur duart poshtë një ylberi, me një figurë të pestë me krah që buzëqesh nga qielli. Natën e mirë, Roza, ajo pëshpërit. Faleminderit që më dërgove në shtëpi. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Helenës, Markos, Anës dhe Kiarës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Ky udhëtim i kapërcimit, dashurisë dhe familjes na kujton se edhe në momentet më të errëta, gjithmonë ka shpresë dhe njerëz të gatshëm të shtrinë dorën për të na ndihmuar. Nëse kjo narrativ ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini një like në këtë video. Kemi një listë speciale me histori po aq tërheqëse që ju presin, gjeni atë duke klikuar në linkun këtu pranë. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë kompleksitetin dhe bukurinë e jetës njerëzore. Duam të dim se çfarë menduat për këtë histori në komente. Cili moment ju emocionoi më shumë? A keni kaluar situata të ngjashme? Ndani me ne përvojat tuaja. Deri në historinë tjetër dhe mbani mend, familjet vërtet bëhen nga dashuria, jo nga gjaku.